Vetëm pak orë para premtit të sotëm, kurioziteti se kush do të jetë finalistja e parë mes Gertës dhe Rozanës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të shpallet finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP. Dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Rozana me 68% të votave, e më pas Gerta me 32% të votave. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. E megjithatë, ndërsa të gjithë prisnin që Gerta të rikuperonte me votat, avantazhi i Rozanës është thelluar edhe më shumë. Kujtojmë se këto banore u zgjodhen të shkojnë kokë më kokë me njëra tjetrën në televotim nga vetë banorët, të cilët të ndarë në grupe nga vllai i madh, sipas kolltuqeve. Duhet të zgjidhni nga një banor të grupit tjetër për ta çuar në televotim për finalistin e parë. Kolltuku i kuq zgjodhi Rozanën, ndërsa i blu zgjodhi Gertën. Po ju, kush mendoni se do të jetë finalistja e parë?